Institucionet vendore në Lezhë kanë nisur përgatitjen për sezonin turistik veror, duke e vendosur Bregdetin në qendër të vëmendjes. Hapi i parë i ndërmarrë është pastrimi i vijës bregdetare dhe zonave përreth, me synim krijimin e një mjedisi sa më të pastër për pushuesit. Pas identifikimit të disa hapësirave problematike me mbetje në Shëngjin, të krijuara kryesisht nga pakujdesia vizitorëve apo nga prurjet e detit, bashkia në bashkëpunim me institucionin e prefektit ka ndërmarrë një aksion të përbashkët pastrimi. Në terren janë angazhuar punonjës të administratës, banor të zonave bregdetare dhe mjete të shërbimeve publike për largimin e mbetjeve, sidomos në pikat ku ndotja ishte më e madhe. Prefekti i Lezhës, Taulant Malshi, u shpreh se ndërhyrje të tilla janë të domosdoshme për të përgatitur Bregdetin për sezonin veror, edhe se aksionet do të vijojnë edhe në javët e ardhshme. Ditën e sotme është organizuar një aksion pastrimi me pjesëmarrjen e gjitha institucioneve të qarkut Lezhë, në bashkëpunim të ngushtë edhe me bashkinë e cila ka përcaktuar hotspotet ku është më domosdoshme ndërhyrja, edhe ky është një aksion ndërgjegjësues në prag të fillimit të sezonit turistik, si në kuadër gjitha parapërgatitive që organizojnë institucionet dhe Bashkia Lezhë për të garantuar një ambient të pastër dhe mjedis të përshtatshëm dhe një Bregdet të plotësisht në funksion të një sezoni turistik të suksesshëm. Ka edhe qytetarë vullnetar që janë bashkuar, banor të Shëngjinit, për cilët kam vlerësimet maksimale dhe gjej rastin t'i falenderoj. Njëkohësisht ka edhe bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Rajonale të Bregdetit, me administratën e zonave të mbrojtura, por me gjitha institucionet. Institucionet vendore bëjnë me dije se ndërhyrjet do të jenë të vazhdueshme edhe do të përqendrohen veçanërisht në zonat me rrezik më të lartë ndotjeje, por dhe në hapësirat që deri tani kanë pasur më pak vizitor, me qëllim që të zgjerohet oferta e plazheve dhe të shmanget mbi ngarkesa në zonat turistike më të frekuentuara.